Këshilli të Ministrave ka miratuar ndërtimin e një centrali fotovoltaik 30 MW në Ersek, si dhe ndërtimin e një centrali fotovoltaik 8.8 MW në fshatin Povelç në Fier. Investimi për dy centralet pritet të realizohet brenda 36 muajve dhe centralet do të kenë një afat operimi 49 vjeçar. Në Ersek, centrali fotovoltaik pritet të ndërtohet nga shoqëria Metinvest, ndërsa në Fier, centrali do të ndërtohet nga shoqëria IDI 2005. Shoqëritë kanë detyrim të raportojnë çdo 3 muaj mbi ecurinë e punimeve, të respektojnë kushtet mjedisore dhe të dorëzojnë sigurimin e kontratës në masën 5% të investimit. Ministrat e infrastrukturës dhe energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme në afate 3 mujore gjatë realizimit, vënjes në punë dhe operimit, me synimin që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe dokumentacionin e projektit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare.